3 fëmijë të mitur janë gjetur të braktisur nga nëna e tyre në banesën e tyre në Durrës. Policia njofton se ka qenë ish vjehra e nënës së fëmijëve që ka njoftuar se ish nusja e djalit të saj kishte lënë vetëm 3 fëmijët e mitur në pallatin ku banonte. Nëna 33 vjeçare, divorcuar, është shoqëruar në polici dhe është vënë në hetim nga blut për veprën penale, keq trajtimi të miturve. Burime nga policia bëjnë me dije se shkaku i braktisjes së 3 fëmijëve nga nëna e tyre 33 vjeçare është një konflikt mes kësaj të fundit dhe gjyshes së të miturve nga ana e babait, e cila ka kërkuar t'i marrë në kujdestari. Sipas dëshmisë në polici të nënës 33 vjeçare, ajo thotë se ky është një kurth nga ish vjehra, e cila më ka paditur se braktis fëmijët. Si mund ta bëj këtë kur unë vetë punoj? Më ka hyrë pa leje në shtëpi, ka mësuar fëmijët të flasin keq kundër meje. Nuk e di për kjo është e patolerueshme, si vjen në shtëpinë time pa leje dhe më denoncon në polici. Do t'i mbroj fëmijët se babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vjet. Doli nga burgu dhe ka paguar për fëmijët 180.000 lekë të vjetra. Si mund t'i ushqej fëmijët me 180.000 lekë të vetra në muaj? Është shprehur nëna e fëmijëve. Sipas burimeve, fëmijët kishin rreth 3 ditë pa ushqim dhe prej 1 muaji nuk kishin ndjekur shkollën. Ata janë gjetur të mbuluar me batanie për shkak të ftohtit, ndërsa banesa ishte në gjendje të rëndërmuje, me rroba të shpërndara në dysheme.